На плоштадот во Куманово може да се најде се освен млади. Постарите секојдневно се собираат напладне за да поразговараат, а некој од нив и да разменат по некоја валута. Велат дека не го прават тоа за заработка, туку за хоби, да сочуваат една стара традиција што датира од времето кога не постоеле менувачници или банки. Kumanova është një nga qytetet e vetme ku ka mbetur këmbimi manual I parave të cilët rrinë në cepat të rrugëve disa prej qytetarëve dhe përpiqen të nxjerrin kafshatën e gojës në këtë mënyrë. Еден од нив за TV21 раскажа дека со оваа работа се занимава уште од 1989 година, потсетувајќи се на времињата кога заработката била добра, а сега едва и доволна за 2 векни леп. Сакаше да зборува пред нашата камера без да му се открие идентитетот, но признава дека и овој занает е пред исчезнување. Sa janë të interesuar njerëz me këmbi pare shpejt e shpejt? Po shpejt këtu në ku jam për moment, ma pak vinë si zonë e mbyllur këtu atje, ku janë atje kolekto zonë më frekuentume, më qendër, atje më shumë ndrojnë. Ndalen. Më duket a veç ka me vetëm Kumanov ky fenomen? Po më duket se vetëm Kumanov, tjera qytete nuk ka. Pse kështu? Po nuk di. Nuk di. A do të thotë se është ka prapa mbetur pak si shoqëri, si Pa edhe ajo po. Po edhe ajo po. Po edhe kjo shkon të largu, po e shoh unë se janë çel këmbimorët, po unë edhe dal veç kohë, ka një 3-4 orë dal se sillen gjatë kohë, edhe son rrinshpi, çka të më. Çfarë këmbejnë më shumë qytetarët? Më shumë euro. Frank, dollar, ma pak am euro më shumë. Kur është sezona për juve? Sezona e madhe është në 7-8 muaj, për të vinë gërveçar. Po aty e kemi interesin prej frangat prapë, se prej euros nuk ka, vetë denar 15-20, a prej frangat po. Pastaj parat që I këmbeni, a I dorëzoni në bank apo? Po jo, bashkëpunojmë me këto kolegë, me më shumë të olla që punojnë. Ashtu. Sa mund me fitu brenda një ditës, një mëditje? Një mëditje, ja, 2-300 dinarë. Thash, për moment formalitet jam, son rrinë shpi se gjatë kohë silme, këtu 33-4 vite. Edhe dërë si hovim kam vetë, nuk kom këtë tash ko qkoj, këtë rrata kam bon si shpi dyqësh me tonë. Овие лица неколку пати биле и цел на полициски проверки, затоа што според законот за девизно работење и одлуките на Народната банка, вршењето менувачки работи е регулирано и бара дозвола. Во спротивно, менување валута без овластување може да се третира како прекршок кривично дело и бе предмет на контрола од надлежните органи.